Shkupi deri në kufirin me Kosovën ka rreth 20 km rrugë dhe rreth gjysmë orë vozitje. Këtë rrugë çdo ditë e kalojnë mesatarisht rreth 7.000 automjete. Kjo rrugë magjistrale është një nga më të këqijet në vend. Asfalti është i vjetër, plot gropa dhe gunga, ndërsa në drejtim të Bllacës kalohet edhe nëpër një tunel të pandriçuar. Shpejtësia maksimale e lëvizjes është nga 60 deri në 80 km në orë. Për shkak të gjendjes së tillë të rrugës, autoritetet e Maqedonisë tashmë 2 dekada po përpiqen të fillojnë me ndërtimin e autostradës për në Bllacë, por pa kurrfarë suksesi. Ndërkohë, Kosova e ndërtoi plotësisht autostradën Arben Xhaferi nga Prishtina në Bllacë. Projekti fillestar për ndërtimin e pjesës së autostradës në Maqedoni është hartuar në vitin 2002. Për shkak të vjetërsimit, projekti i trasesë së gjatë 12 km sërish pëson ndryshime. Rruga Shkup-Bllacë është një nga rrugët më të ngarkuara në vend. Për një dekadë është dyfishuar numri automjeteve që qarkullojnë nëpër të. Qeveria aktuale muajin e kaluar nënshkroi kontratë për të ndërtuar 2 kilometrat e parë të autostradës. Këto 2 kilometra do të ndërtohen madje për 18 muaj. 10 kilometrat e tjerë do të ndërtohen për 36 muaj. Në bazë të këtij plani, autostrada e re mund të jetë gati më së shpejti në vitin 2024. Autostrada e re do të lidhë Bllacën me qarkoren e Shkupit. Në pjesën nga qarkorja deri në hyrje të Shkupit të Momin Potoku, qyteti i Shkupit do të ndërtojë rrugë të re. Qyteti i Shkupit do të duhet të hartojë projektin e rrugës dhe të sigurojë fonde për ndërtimin e saj. Ekspertët dhe biznismenët pajtohen që duhet të merren masa për të përshpejtuar ndërtimin e autostradës Shkup-Bllacë. Shteti të shkurtojë afatet ekzistuese për ndërtimin e autostradës së ardhshme. Të zgjidhet në kohë problemi i shpronësimit të tokës për të mundësuar ndërtim pa pengesa në terren. Qyteti i Shkupit të hartojë projektin e realizimit të rrugës së re që do të lidhet me autostradën. Autoritetet e qytetit dhe shteti të gjejnë fonde për ndërtimin e rrugës nga qarkorja deri në Momin Potok.